Kush e parashikoi luftën midis Iranit dhe Izraelit, historia e parashikimeve dhe profecive. Në kohën kur lufta midis Iranit dhe Izraelit është bërë realitet dhe ka tronditur botën në internet, ka rifilluar diskutimi për profecitë e së ardhmes. Profeci që disa njerëz thonë se kanë parashikuar saktësisht konfliktin që po ndodh tani. Për disa, kjo duket sikur ka ardhur nga Nostradamus, Baba Vanga apo profetë të tjerë, por çfarë qëndron realisht pas këtyre pretendimeve? Nostradamus, mit apo parashikuesi i luftës? Nicolas Nostradamus ishte një astrolog dhe profet francez i shekullit 16 i njohur për koleksionet e tij të poezive quatrain që njerëzit interpretojnë qindra vite më vonë. Në kohë të ngjarjeve historike të mëdha, emri i tij ridialogohet shpesh në media dhe internet, duke u përdorur për të lidhur parashikime me ngjarje aktuale si luftra të mëdha. Në vitin 2026, disa artikuj dhe video në internet kanë lidhur shkrime të ndërlikuara të Nostradamus me mundësinë e një lufte të gjerë Iran-Izrael, madje edhe me një përshkallëzim global. Megjithse ekspertët e profecive dhe historianët vënë në dukje se tekstet origjinale të Nostradamusit janë shumë abstrakte dhe nuk ka ekuilibër faktik që të tregojë një profeci të tij për këtë luftë konkretisht. Këto interpretime shërbejnë më shumë si çështje interesi në internet se sa prova të një parashikimi të vërtet. Një Nostradamus modern kinez që është bërë viral. Një tjetër emër që ka filluar të qarkullojë në lidhje me konfliktin është ai i Yuang Zuoqin, një historian dhe analist kinez i quajtur ndonjëherë Nostradamusi i Kinës në mediat virale. Sipas burimeve të lajmeve që u përhapën vitin 2024, Yang parashikoi rikthimin e Donald Trump si president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rritjen e tensioneve midis SBA-s, Izraelit dhe Iranit, duke paralajmëruar mundësinë e një konflikti të armatosur. Disa nga këto parashikime tashmë duket se kanë ndodhur dhe kjo është bërë arsye që shumë njerëz përmendin emrin e tij kur diskutojnë ngjarjet e fundit. Por edhe këtu duhet të qenë të qartë, këto parashikime janë analiza historike dhe strategjike që janë interpretuar si profeci nga ndjekësit e tij, jo profeci magjike në kuptimin tradicional. Baba Vanga dhe tajfuni profecive virale. Po ashtu edhe emri Baba Vanga, një mistike bullgare ndjer në vitin 1996 është bërë sërish trend në shumë video dhe postime online që flasin për luftra të mundshme në lindjen e mesme. Fansat shpesh i referohen frazave të atribuara asaj, që kanë lidhje me luftë të madhe në lindje dhe përfshirje në fuqive të mëdha, por edhe këtu nuk ka asnjë dokument origjinal apo dëshmi të fuqizuar që ajo ka parashikuar në mënyrë të shkruar këtë ngjarje. Pse parashikimet dhe profecitë bëhen virale kur ndodhin luftrat, kur tensionet gjeopolitike rriten dhe njerëzit ndihen të pasigurt? Ata kërkojnë kuptime dhe shpjegime, shpesh edhe në profeci apo dhe në shkrime të vjetra. Emra si Nostradamus, Baba Vanga apo profetë të tjerë kaq të famshëm përdoren për të ofruar një sens sigurie ose një lidhje midis të kaluarës dhe të ardhmes, pavarësisht se nuk ka prova konkrete që këto profeci kanë parashikuar ngjarjet aktuale me saktësi. Në fakt, çfarë po ndodh aktualisht? Sipas raportimeve të fundit, konflikti midis Iranit dhe Izraelit ka shpërthyer me sulme të ndërsjellta dhe sulme ajrore që kanë shkaktuar një situatë të tensionuar në lindjen e mesme. Konflikti përfshin edhe aleatët e tyre dhe ka dëmtime të konsiderueshme në infrastrukturë. Zyrtarët e Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se lufta do të vazhdojë derisa të konsiderohet e nevojshme, ndërsa Irani po përdor taktikë të zgjatur për të sfiduar kundërshtarët e tij. Parashikimet dhe profecitë janë pjesë e kulturës njerëzore që përjetësojnë kur ka ngjarje dramatike. Por deri më sot nuk ka ndonjë profeci historike të dokumentuar se dikush parashikoi saktësisht luftën midis Iranit dhe Izraelit në mënyrë që të konsiderohet e vërtetë. Përveç interpretimeve moderne që shpesh janë përhapur
për klikime në internet. Ato që sot po ndodhin janë rezultati i dinamikave politike, historike dhe strategjike të denoncuara nga ekspert gjeopolitik dhe lider botror, gjë që është një realitet më i besueshëm dhe më i rëndësishëm për shikuesit.